Përshëndetje të nderuar miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV. Jemi së bashku në emisionin e radhës në pika e takimit. Sot për bashkëbisedues kemi një personalitet shumë të njohur në historinë politike të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, një dëshmitar dhe protagonist në momente të kyçe të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, duke filluar nga themelimi i PPD-s, te sfidat e marrëveshjes së Ohrit dhe së fundmi edhe në funksionin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut, në funksionin e advokatit të popullit. Zotëri Naser Ziberi, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Do ta fillojmë këtë bisedë të kthehemi pak në kohë, prapa në vitin 1990. Ju jeni edhe njëri nga themeluesit e Partisë së Parë Shqiptare, Partisë për Prosperitet Demokratik. Ajo ka qenë periudha kur është ndryshuar edhe sistemi nga komunist në demokratik, nga sistemi një partijak në sistemin shumë partijak, dhe përshtypja është se intelektualët shqiptar atëherë reaguan me kohë, edhe më njëri themeluan partinë e parë, por a mund të na shpjegoni si rodhi ai procesi i formimit të partisë dhe cilat ishin kërkesat e shqiptarëve të asaj kohe? Ndryshimi i sistemit në fakt krijoi një atmosferë jashtëzakonisht pozitive të qytetarëve shqiptar, sepse ne sapo dilshim nga një periudhë jashtëzakonisht negative, rigide, anti-shqiptare, vitet e 80 e kam fjalën, që nga viti 1981 deri në vitin 1990, respektivisht 91, ajo është dekada shumë e errët për shqiptarët e Maqedonisë dhe në përgjithësi për shqiptarët në të gjitha trojet e ish Federatës Jugoslave. Dhe paralajmërimet se do të ndryshohet sistemi, do të lejohet krijimi i pluralizmit politik dhe ekonomik, mbolli një optimizëm të qytetarët se situata do të përmirësohet, se do të ndërpritet ajo dhunë që ushtrohej ndaj shqiptarëve. Në Maqedoni, për hir të vërtetës, është ushtruar dhunë sistematike, madje mund të them lirisht se Maqedonia në atë periudhë ka shërbyer si laborator për të eksperimentuar se deri ku mund të shkohet me politikat anti-shqiptare. Ja vetëm po i përmendi disa nga ngjarjet shumë të rënda të asaj periudhe, të diferencimi i një klase të tërë të intelektualëve shqiptarë dhe ato kryesisht kishin të bënin në dy sferat veprimtarive shoqërore, në arsim dhe në media, sepse në administratë, në gjyqësor, në prokurori shqiptarët ishin gati zero të përfaqësuar. Pra, në mënyrë pamëshirshme u larguan profesor, u larguan arsimtar, u larguan gazetar, u larguan pra ajka e intelektualëve që kish koha e atëherit. U mbyllën shkollat, u mbyllën gati gjitha shkollat e mesme, që nga Struga deri në Kumanov, mbetën vetëm 2 shkollat mesme, 2 gjimnaze, me nga 3 paralele edhe atë në Tetov dhe në Shkup. Dhe pastaj u mbyll edhe shkolla e lartë pedagogjike, u eksperimentu me shkollën e lartë pedagogjike që u përzin studentët maqedonës dhe studentët shqiptar me parollën se duhet ne të bashkëjetojmë dhe u ndërpre ligjerimi në gjuhën shqipe në shkollën e lartë pedagogjike. Detiroheshin që profesorët shqiptar që ligjerojnë studentëve shqiptar në gjuhën maqedonishte. Absurd. Pra eksperimentohej toleranca e shqiptarëve se deri ku mund të shkohej. Mos të përmendim të ma fushatën për zimin e mureve rrethuese të shtëpive. Ndalesa e emërtimit të fëmijëve me emrat që i përcaktonin familjet, prindët e tyre. Dhe kretë kjo në një farë mënyrë i ngjante periudhës së elaborateve antishqiptare që nga Ilia Garashanini e deri te
Vasa Çubriloviçi. Ishin pra përpjekjet e fundit të atij sistemi të ushtrohet presion, një që të disiplinohen shqiptarët, sepse 1981 ta ishte një pranver e studentëve shqiptar për kërkesa Demonstratat, ashtu. Ashtu demonstratat e 81-shit për avansimin e pozitës shqiptarëve, dhe e dyta mundësisht madje të filloi edhe një valë e shpërnguljes së shqiptarëve nga Maqedonia në Turqi. Dhe këto paralajmërime se pra bjen sistemi komunist socialist mbollën shpresë të madhe te popullata shqiptare dhe intelektualët e nuhatën me kohë frymën e re dhe kuptohet që fillun përpjekjet për të riorganizuar, sepse në spektrin politik Maqedones vetëm fillun të formohen partit e para. U formu MAKU, u formu Partia Popullore, pastaj u formu VMRO-DPMNE-ja, dhe në këtë vazhd të formimit të subjekteve u formu Partia Social-Demokrate, ishte edhe iniciativa për formimin e partisë politike të parë shqiptare, Partisë për Prosperitet Demokratik, e cila në një farë mënyrë ishte edhe e frymzuar nga ajo që ndodhi paraprakisht disa muaj përpara në Kosovë me formimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kontaktet tona edhe me presidentin historik të Kosovës, të Ndjerin Rugova, me të Ndjerin Agani, Ali Aliu, dhe persona autoritete tjera të Kosovës u vunë në një farë mënyrë në shërbim të përkrahjes idesë për formim të një subjekti autokton shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Partia e cila për hir të vërtetës duhet të themi se në këto 35-6 vite pas ndryshimit të sistemit nuk është se është përsërit më një subjekt i tillë aq i fuqishëm, me aq përkrahje dhe me aq entuziazëm siç ishte Partia për Prosperitet Demokratik. Kuptohet platforma e saj politike nuk ishte shumë ambicioze, por ishte fundamentale në përcaktimet themelore të shqiptarëve, edhe në kuptimin rajonal, por edhe në kuptimin vendor. Në kuptimin rajonal, Partia për Prosperitet Demokratik u kyç menjëherë në strukturën e partive politike shqiptare në ish Jugosllavi, të cilin subjekt apo asociacion e udhëhiqte Rugova, dhe kryetari i atëhershëm Nevzat Halili ishte personi i dytë i asaj strukture Këshilli Koordinativ të partive politike shqiptare, ku definon pozitat e shqiptarëve në ish Jugosllavi, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe Lugin të Preshevës. Në planin e brendshëm, po ashtu definon standardet apo kërkesat që në fakt buronin nga vullneti politik i shqiptarëve. Arsim në gjuhën shqipe, në të gjitha nivelet, arsim për të cilin folja pak më parë se gati na u zhduk tërësisht, mbet vetëm ai fillor. Informim, hapje të medjave, sepse mediat atëherë ishin vetëm publike, shtetërore, dhe nuk kish hapësirë minimale për publikun shqiptar. 25 minuta program në gjuhën shqipe jepte Radio Televizioni i Maqedonisë. 1 orë, 2 orë, 3 orë dikur u bë radio. Flaka e vllazërimit dilte njerë një javë, pastaj u transferun 3 herë në javë dhe në fund kaloja ditore. Pastaj kërkesat për përfaqësim proporcional ne i thonim atëherë. Do të thotë proporcionalisht përfaqësohesh me numrin e popullsisë që ke në vend. Dhe pastaj kërkesa tjera, siç ishin përdorimi i simboleve, i gjuhës shqipe etj. Dhe gjitha këto
përcaktime ishin baza, fundamenti i programit politik të Partisë për Prosperitet Demokratik. Kuptohet që kjo parti përfaqëson të vullnetin real të qytetarit shqiptar në Republikën e Maqedonisë, por për shkak situatës që mbretëronte atëherë, për shkak të asaj periudhe të erët që e përmenda pak më parë me diferencime, me burgosje, me anatemime, shumë qytetar me droje i kanë mbështet këto aktivitete, sepse frikeshin nga sanksionet, nga hakmarrja që mund t'i bënte sistemi i atëhershëm. Dhe duhet të ketë guxim intelektual, sidomos ata të cilët ju rrekën formimit dhe konstituimit të kësaj partie, sepse në çdo moment mund të binin viktima të sistemit. Rrethanat e kohës kanë qenë asoj më të vështira se sa që janë sot, edhe më shumë nuk keni pasur shumë resurse me siguri në duart e tuaja, për dallim prej sot. E pakrahasueshme është, do të thotë, situata e tanishme dhe atëhershme në të gjitha kuptimet. Do të thotë, ne jemi ballafaquar me probleme anakronike të zëm, të ndryshojë ligji për përcaktimin e emrit personal. Të hiqet ndalesa, sepse kishte ndalesë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, atëherë libra ta mund hiqet te Ministria e Brendshme. Jo Ministria e Drejtësisë, pastaj e tash Ministria e Administratës. Dhe në Ministrinë e Brendshme ekzistonte një listë e tërë e emrave të ndaluar. Nuk mund të emroshe emër vlor, nuk mund të emroshe emër flamur, nuk mund të emroshe fëmijë Skënderbe ose emër shqip, kështu që. Emër shqip, Sarand, Vjos, e kështu me radhë. Dushte të merremi me sende anakronike, ose ta kthesh të zomë mbajtjen e evidencës pedagogjike edhe në gjuhën shqipe. Sepse shife çfarë absurdi, arsimtari ligjeronte në gjuhën shqipe në shkollat fillore ose në ato pak të mesme, ndërsa ditarin dhe evidencën pedagogjike duhet ta mbaje në gjuhën maqedone, ose dëftesat i jepen nxënësit në gjuhën maqedone. Do të thotë, tash duken të pakuptimta këto dhe absurde, por ato kanë qenë situata reale. Tani duket se Partia për Prosperitet Demokratike kishte mbështetjen e gjithë popullatës dhe ishte si një lëvizje dhe përkundër këtyre vështirësive përsëri kishte një sukses të dukshëm si në rritjen e përfaqësimit edhe në hapjen e paraleleve shqipe e të tjera. Mirëpo fatkeqësisht domethënë vim në vitin 1994, kur ndodhi pastaj edhe përçarja e kësaj partisë më të madhe shqiptarëve, dhe me siguri se për përçarjen e PPD-s më interesuar kanë qenë elitat politike maqedonase, të cilat kanë dashur që të dobësojnë në faktorin politik shqiptar. Mirëpo ka edhe disa supozime dhe disa zëra se në përçarjen e PPD-s ka qenë përfshirë edhe Tirana zyrtare asaj kohe flas, kur ka qenë Partia Demokratike në pushtet dhe domethënë pse erdhi deri te përçarja e PPD-s dhe a kishte ndonjë mundësi, a ekziston ndonjë mundësi që të evitohet kjo përçarje? Po, Partia për Prosperitet Demokratik në zgjedhjet e para parlamentare fitoi numrin më të madh deputetëve që në historinë politike të shqiptarëve në Maqedoni nuk është përsërit asnjëherë, mori 23 mandate. Me atë që një mandat ishte i Partisë Demokratike Popullore, por ai ishte në koalicion me Partinë për Prosperitet Demokratik. Dhe kur ka hy grupi parlamentar i PPD-s në parlament, mu më kujtohet e gjithë administrata e kuvendit, sepse ata nuk ishin mësuar të shohin do të thotë deputet shqiptar, deputet të cilët flasin shqip, deputet të cilët të lirshëm sillen në ambientet e kuvendit dhe dilnin në përdyert e zyrave të tyre të shohin kur ne kalonim, bisedonim e kështu me radhë. Ishte një tronditje e shoqërisë maqedonase atëherë dhe në heshtje thonin Maqedonia do të shkaktrohet.
Macedonia nuk mund të përballojë këtë presion, këtë ndikim të shqiptarëve. Dhe pastaj kyçja jonë në për debate, në foltore, në për komisione, në për media, bëni bujë të madhe atëherë. Dhe populli Maqedonës dhe sidomos i nxitur nga partitë politike maqedone, mendonte se i kanosë të rrezik shumë i madh shtetit, respektivisht qenies tyre. Edhe pse në asnjë moment ne nuk dham ndonjë dëshmi se jemi në pozita të shkatrimit atij shteti. Kuptohet kemi pas dilema për hir të vërtetës. Po dilemat kanë ekzistuar në gjithë Jugosllavinë se si do të zhvillohet situata më të tjerë, sepse ndodhen luftra, ndodhen coptime, ndodhen pavarësime, dhe kemi pas dilema se a do të mund Maqedonia të ekzistojë. Spari Maqedonia do të mbetet në ndonjë formë të organizimit federativ ose konfederativ me republikat që mbeten, e qëndrimi jonë ka qenë kategorik kundër. Në qoftë se një nga republikat e atëhershme, qoftë Slovenia, Kroacia apo Bosnia, braktis federatën atëhershme, Maqedonia po ashtu duhet të braktisje atë strukturë organizative shtetërore. Po ka pas rrymë shumë të forta në Maqedoni që tentonin që Maqedoninë ta mbanë edhe në atë formë të shkurtuar të Jugosllavisë. Ne shpeshherë përdornim fjalën Serboslavi. Në federat me Serbi. Ashtu, sepse një pjesë e madhe e popullit këtu e shihte si mbrojtje Serbinë atëhershme, Miloševićin. Nga frika se shqiptarët mund t'ua shkatrojnë në shtetin, mund t'ua rrezikojnë qenien e tyre. Ne këto dilema i kemi pas, por të udhëhequr pra nga bindja se Maqedonia nëse një republik del nga Federata Jugoslave, Maqedonia duhet të pavarësohet dhe ne e kemi mbështet atë proces, me atë që kemi vënë kushte, jo çfarë do pavarësi, por me ndërtim të raporteve të barabarta shqiptaro-maqedonase. Fatkeqësisht politika maqedonase asnjëherë nuk ka qenë e gatshme për këtë kompromis të madh. Dhe filloi një projekt i damtimit të pozitës Partisë për Prosperitet Demokratik. Përmes infiltrimit të strukturave brenda partisë dhe duke ndikuar në qarqet ndërkombëtare për t'i bë presion Shqipërisë dhe udhëheqësisë atëhershme në krye me Sali Berishën, që ta disiplinojnë Partinë për Prosperitet Demokratik. Dhe fatkeqësisht ajo edhe u realizu. Do thotë ai përcaktimi i maqedonasve për ta trondit, për ta dobësu Partinë për Prosperitet Demokratik, për mos ta lënë një faktor shumë serioz, të fuqishëm dhe koheziv, pati sukses në dam të interesit shqiptar, kuptohet. Në atë kohë Sali Berisha u kyç drejt për drejt në aktivitetet tona, çonte emisar në për deget e Partisë për Prosperitet Demokratik, deputet të ndryshëm, të cilët lobonin kundër udhëheqësisë atëhershme aktuale në krye me Nevzat Alilin dhe Mitat Eminin. Dhe kanë bërë shumë dëm skenës politike shqiptare ato aktivitete. Edhe me emra më kujtohen ato deputet të atëhershit që vinin në për Tetov, në për Gostivar, në për Kumanov, e Shkup, të cilët luajtën rol jashtëzakonisht negativ dhe çuan ujë në mullinin e shërbimeve sekrete maqedonase që për finale kishin coptimin e Partisë për Prosperitet Demokratik. Po, kuptoj. Dhe pastaj lindën edhe parti tjera që dolën nga PPD-ja dhe kështu vim deri në vitin, ti marrim kështu kronologjikisht gjërat në vitin 2001.
Dhe ekziston një percepcion se PPD-ja edhe PD-SH-ja pastaj kishin kërkesat e tyre për drejtat e shqiptarëve, mirë po ato nuk arritën të realizohen në mënyrë kështu politike apo institucionale dhe tani krijohet përshtypja se shqiptarët ishin të detyruar që t'i marrin edhe armët në duar që të realizojnë të drejtat e tyre. Dhe në këtë aspekt mendoj se nuk ka dyshim se konflikti i vitit 2001 e luajti atë rolin pozitiv për të drejtat e shqiptarëve, u avancua statusi politik i shqiptarëve. Dhe ajo besoj se nuk diskutohet, mirë po pyetja ime do të kishte qenë në një aspekt tjetër. Nga koha e sotme, nëse e lexojmë tekstin e marrëveshjes së Ohrit, a është ai tekst, do me thonë, maksimumi të cilin kemi mundur ne si shqiptarë ta nxjerrim, apo kemi mundur të nxjerrim diçka edhe më tepër, ndonjë të drejtë më tepër. Dhe si ta them, a është problemi i marrëveshjes së Ohrit, do me thonë, teksti, frima, apo zbatimi i saj në praktikë? Po, përpjekjet e strukturave politike shqiptare, qoftë në kohën kur i vetmi subjekt ka qenë PPD-ja, qoftë pastaj kur u formuan partitë tjera siç i përmendët e ju, dhe kur mozaiku i përfaqësimit shqiptar në kuvent ndryshoi dhe u bë më kolorit, nuk është se dha rezultate të cilat mund të paraqiteshin një garancë se jemi në rrugën e drejtë. Kërkesat parashtroheshin, argumentoheshin, luftoheshin, por rezultatet finale çdo herë mungonin ose ishin jo në përputhje me pritshmëritë dhe angazhimin tonë. Do të thotë një punë e vogël për të bëu duhej shumë kohë, shumë negociata, shumë bindje etj. etj. Dhe kjo me kalimin e kohës krijoi bindjen se shqiptarët po përballen me atë përpjekjen e Sizifit, që vjen deri në majet e kodrës dhe përsëri guri e kthen në fillim. Kësaj sigurisht që i kontribuon shumë ngjarje në politikën shqiptare në Maqedoni, por i kontribuon edhe shumë ngjarje të cilat ishin jashtëzakonisht të rënda për shqiptarët. Ti përmendim të zëmë përpjekjet për themelimin e universitetit, dhe përgjigja e policisë dhe qeverisë ndaj atyre përpjekjeve. Ju e dini se ka pas edhe viktima, ka pas dhunë të ushtruar për të pengu themelimin e universitetit, ngjarjet e Gostivarit, etj. etj. Gjitha këto elektrizuan një farë mënyrë opinionin publik shqiptar se duhet të ndërmerret diçka tjetër, dhe ajo diçka tjetër pra ishte 2001-shi dhe ushtria qeveritare kombëtare. Unë absolutisht jam dakord me konstatimin tuaj se është fakti pamohueshëm që 2001-shi bëri kthes të cilën shqiptarët nuk do të mund ta bënin me veprimet dhe aktivitetet brenda sistemit dhe me dialog, sepse në fund majorizimi e bënte vetën, dhe kjo i deprimonte strukturat politike shqiptare pa dallim cilës parti ishin. 2001-shi bëni pra këtë kthes të madhe, dhe përkundër faktit se ne që nga viti 1991 kur u aprovu kushtetuta e parë e Republikës Maqedonisë, e patëm definu si generator të prodhimit të krizës në marrëdhëniet ndëretnike, ajo nuk ndryshohej. Dhe unë jam thellë i bindur, po të mos ishte 2001-shi, kushtetuta nuk do të ndryshohej ndoshta edhe 30 vite më pas. Sepse maqedonët ishin të bindur se kanë kushtetutën më demokratike. Dhe fatkeqësia është që edhe një komision për valorizimin e kushtetutave të ish republikave jugoslave, i quajtur Komisioni Badenterit në kuadër të Bashkimit Evropian, dha notë pozitive për kushtetutën e Maqedonisë. Dhe vetëm kushtetutën e Slovenisë dhe të Maqedonisë i vlerësoi si
kompatibile me vlerat evropiane dhe drejtën ndërkombëtare. Dhe ata tankon mendonin se kanë kushtetutën më të mirë. Në fakt, ajo kushtetut ishte tërësisht rigide në raport me drejtat e shqiptarëve, edhe në përdorimin e gjuhës, edhe në përfaqësimin, edhe në arsim, edhe në simbole, e kështu me radhë. E mos flasim për mënyrën e vendosjes apo badenterin që u shëndru në një mekanizëm mbrojtës të shqiptarëve. Dhe tash dalim të pyetja e juaj, a ka mund edhe më tepër dhe a ka mund edhe më mirë? Apo është pyetje vetë përmbajtja e marrëveshjesorit apo implementimi i saj për mos avansimin e duhur të pozitës së shqiptarëve? Unë mendoj se nga pak të gjitha këta kanë kontribu. E para, unë mendoj se me marrëveshja e orit ka mund të jetë edhe më e mirë. Ka mund të jetë edhe më e avansuar, sikur të strukturat edhe politike edhe ushtarake të shqiptarëve, politike do të thotë Partia për Prosperitet Demokratik dhe Partia Demokratike Shqiptare, të kishin qenë më të koordinuara dhe më unike, sepse nuk kanë qenë. Sidomos në fillim të konfliktit, këta dy parti kanë qenë konflikt permanent. PPD-ja duke mbrojt aktivitetin e ushtrishimitare kombëtare dhe PDSH-ja duke e kundërshtuar. Ju kujtohen në të daljet me flamur të bardhë në sheshin e Shkupit se nuk ne duan neve këto gjëra e tjerë. Tash mos të hym më thellë se ka shumë çka për të thënë. Po është fakt se mos koordinimi i aktiviteteve të përfaqësuesve politik dhe ushtarak shqiptar e ka dëmtu kualitetin e asaj që paraqet sot marrëveshja e orit. Një dhe dyta, është dëmtu marrëveshja e orit edhe në dy momente tjera kyçe. Momenti i parë, një ngjarje e rëndë e cila na u kthy në bumerang, ngjarjet e Karpallokut, nëse ju kujton, ti mund të jesh me moshë shumë më i ri, por ngjarjet e Karpallokut na u kthy në bumerang shumë të rëndë, sepse Pala Maqedonase braktisi negociatat, a negociatat nuk ishin përfunduar. Prandaj unë shpeshherë kur flas për marrëveshjen e orit e përdori një fjali, është marrëveshje e papërfunduar. Sepse negociatat u ndërpren, a ne nuk e kishim definuar ende statusin e gjuhës shqipe, problemi i cili sot shihet se çfarë na krijon. Edhe në kuptimin formal se si është definuar si gjuhë që flasin së paku 20% e një komuniteti që nuk është shumicë, në vend që të shkruajë se është gjuha shqipe, dhe e dyta në kuptimin e vetë përmbajtjes së amandamentit 5 të kushtetutës me të cilin është ndryshuar në një 7 i kushtetutës së vitit 1991, i cili sipas meje nuk është plotësim i përcaktimit tonë dhe aspiratës tonë, është pra shumë më sankcionues dhe më rigid. Dhe me ndërprerjen e negociatave, a ne ishim marrë vesh që çështjen e gjuhës edhe një herë do të diskutonim. Ajo nuk ushtru në tavolinë. Çështja e arsimit superior, po ashtu pa të mbet e pa përmbyllur dhe po ashtu mbeti në marrëveshjen e orit e pa përmbyllur. Këto dy çështje spaku do të rregulloheshin në mënyrë më të mirë. Fatkeqësisht nuk e bë. Këto janë defektet e marrëveshjes Ohrit në kohën e negociatave. Por marrëveshja e Ohrit u dëmtu edhe pas negociatave. Për arsye se në aneksin C, i cili flitte për ndërtimin e mirëbesimit pas konfliktit, se si do të kthehet besimi ndërmjet dy komuniteteve shumicë në Maqedoni, maqedonasve dhe shqiptarëve, ndër të tjera atje parashihet se do të bëhen investime në rajonet e dëmtuara, si do të amnestohet ushtria kombëtare, se si do të
dorëzohen armat në proces të qarmatimit, e tjerë, do të thotë aneksi C përmbante gjitha këto aspekte. Dhe në pjesën e qarmatimit, parashihej që dhe ajo pastaj është definuar edhe mes liderit të UÇK-s atëherë dhe përfaqësuesit të NATO-s Peter Fejtit dhe Ali Ahmetit, si kthimi i armëve në 3 faza. Ashtu si do të bëhen ndryshimet kushtetuese, ashtu do të kthehen edhe armët nga ushtria shqiptare kombëtare, dhe kjo ishte bërë jo rastësisht, me qëllim që mos dëmtohet, respektivisht të implementohet marrëveshja e Ohrit, sepse duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese, duhet të ndryshon një vistër ligjesh, dhe dorëzimi i anëve të shkonte pra ashtu si do të bëjë ndryshimi i kushtetutës. Fatkeqësisht unë nuk e di se kush e dha atë urdhër dhe me bindje të kujt u bë ajo, menjëherë sa është aprovu nevoja e ndryshimit të kushtetutës, që është faza e parë dhe pastaj aprovohet projekti dhe në fund të aprovohen ndryshimet, sa është aprovu do të thotë nevoja për ndryshimet kushtetuese, në fazën e parë UÇK-ja i ka dorëzuar të gjitha armat. Dhe unë atëherë kam reagu dhe edhe publikisht në për media, por edhe përmes kanaleve tona, se ky është hapi i gabueshëm, se kjo do të na hakmerret në procesin e implementimit, se ne nuk e kishim kryer procesin e ndryshimeve kushtetuese. Dhe kjo solli që u trimnun pala maqedonase dhe bën një aktivitet anti përmbajtjes së ndryshimeve kushtetuese, respektivisht marrëveshjes së Ohrit, dhe e sulmun përmbajtjen e preambullës së kushtetutës, e sulmun pjesën ku rregullohet pozita juridike kushtetuese e bashkive fetare e kështu me radhë. U bra një kampanjë anti ndryshimeve dhe si rezultati i asaj pas në shkrimit të marrëveshjes është ndryshuar preambulla e kushtetutës, është ndryshuar dispozita që rregullon statusin juridik të bashkive fetare, që ishte në sens pasi të jetë nënshkruar marrëveshja të intervenohet dhe të damtohet. E në fakt, ne pasojat e ndryshimit të asaj kushtetute i shohim sot, respektivisht të asaj preambulle, sepse në marrëveshjen e Ohrit, preambulla është kryesisht me frymë qytetare, ne qytetarët e Republikës Maqedonisë në përpjekjet tona për të organizuar dhe ndërtu shtet demokratik qytetare etj. Dhe kemi preambull, çfarë kemi sot? Me kombin Maqedonas, me pjesë të popullit shqiptar, të popullit atij e këtij, që e hapin në një farë mënyrë derën për ngritjen e pretendimeve bullgare për ndryshim të sërishëm të preambullës. Etj. Njëjtë edhe me dispozitën për bashkësitë fetare. Marrëveshja e Ohrit flet për bashkësitë fetare, Kishën Ortodokse Maqedonase, bashkësinë fetare islame dhe i numëron edhe të tjerat, se janë të ndara nga shteti, por se gëzojnë mbrojtje ligjore, janë të barabartë etj. U imponu nga Kisha Maqedonase, në atë fazë pra, dhe u ndryshu përmbajtja e atij neni dhe bë distinkcion tash. Kushtetuta aktuale thot Kisha Ortodokse Maqedonase, si dhe, që do të thot gradon pozitën juridike të bashkësive fetare. Këto janë dy momente apo dy hapësira në të cilat është degradu marrëveshja e Ohrit dhe kjo pra është përgjigjja ime në pyetjen e juaj sa kemi mund më tepër dhe më mirë të kemi marrëveshje të Ohrit. Përgjigjja ime e shkurt është po. Dhe tash në pjesën e implementimit kuptohet që ka një stër zhagitje të madhe të patolerueshme, sepse në bazë të aneksit C të marrëveshjes së Ohrit, unë i referohem shpesh aneksit C sepse aty është baza se si përmbyllet konflikti, aty thuhet se brenda 4 viteve do të implementohen ndryshimet ligjore konform kushtetutës re, respektivisht ndryshimeve kushtetuese. A ju e dini, jo 4, jo 8, jo 16, jo 20 vite shkoj deri sa
u mor një formë. Dhe ajo që është bë, len shumë për të dëshiruar të zonë për mu. Sepse edhe ajo që është bë, në disa segmente nuk është bërë mirë. Ja, unë vetëm një shembull, se ndoshta edhe zgjatëm shumë, një shembull do t'ua jap. Ju dini që kemi të zonë ligj për festat shtetërore, kombëtare dhe fetare. E dini sa festa kombëtare kanë maqedonës si sa kanë shqiptarët? Sa festa fetare ka komuniteti ortodoks maqedonës, sa kanë komuniteti shqiptar, respektivisht komuniteti musliman. Kjo është barazia? Kjo është frima e marrëveshjes së orit? Jo, do thotë kemi bërë punë gabueshme. Nuk e kemi implementuar frymën e marrëveshjes së orit. Dhe tash mos ju flasun se ende ka ligje të cilat nuk janë të adaptuara. E keni të zëmë ligjin për kambiale, ligjin për çekun, me që jeni jurist i din. Tekstualisht shkruan thotë se përmbajtja e kambialit plotësor në gjuhën maqedonishte dhe shkrimin kirilik dhe pik. Kjo është digjusia. Kjo është frima e marrëveshjes së orit. E tjerë, po tash ndoshta në interes të kohës mos him në detale. Prandaj ekzistojnë ende këto dilema, jemi shtetëformues apo për gjuhën. Po sidoqoftë tani të kthehemi pak në periudhën e sotme, në politikën e sotme, në ciklet e fundit të zgjedhore, pas shumë vitesh apo dekadash ta them, kishin përsëri vetëm dy subjekte politike të cilat garuan në zgjedhje, në fakt dy koalicione. Njëra ishte Fronti Evropian dhe Vleni. Dhe a mendoni se të shqiptarët e Maqedonisë duhet të ekzistojnë vetëm dy, qoftë ose dy parti ose qoftë vetëm dy koalicione, dhe sa mendoni se ekzistimi vetëm dy poleve ta quaj e rrit më tepër peshën politike të shqiptarëve, apo ndoshta kështu në frymën e demokracisë ndoshta nuk është keq edhe të kemi edhe më shumë parti. Si e vlerësoni këtë sistemin partijak? Konfiguracioni i mozaikut politik në shtetet demokratike nuk mund të kufizohet në 1, 2, 3 subjekte, sepse numri i partive politike është produkt i veprimit partive tradicionale të zonë, majtas djathtas. Qofse ata parti janë efikase në ndërtimin e politikës, ngushtohet hapësira për paraqitjen e polit tret dhe subjekteve tjera. Shqiptarët e Maqedonisë janë në një pozitë pak më specifike në këtë kuptim dhe formulat e demokracisë në shtetet e etabluara demokratike të Evropës perëndimore nuk mund të implementohen në mënyrë tekstuale edhe në ambientin politik shqiptar në Maqedoni, sepse ne kemi dy probleme ekzistenciale dhe të cilat nuk janë imanente të demokracive të etabluara që i përmenda pak më parë. Ne ende ballafaqohemi me kërkesa për realizimin e interesave jetike vitale të komunitetit që i përkasin. Që nga fillohet buxheti deri te përfaqësimi ose gjuha e tjera. Dhe kjo e bën specifik pozitën tonë në skenën politike. Një dhe e dyta, ne si komunitet do të thotë çdo herë jemi në garë me komunitetin shumicë. Dhe prandaj formulat tradicionale, standarde të demokracive nuk mund të implementohen kur janë pyetje shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë një pozitë sui generis e cila duhet nga ne të trasohet për herë të parë. Din si ato alpinistët që shkelin borën e parë, ne kemi qenë dhe do të jemi edhe për një periudhë ata alpinistët e parë që duhet ta trasojmë rrugën tonë. Bindja ime është se duke pas parasysh këto situata, ngushtohet hapësina për subjekte tjera.
por gabimet që bëhen në hapat partive ekzistuese, padyshim që nxitin struktura të caktuara për krijimin e partive treja politike. Dhe në ato raste ato paraqiten madje si korektiv i partive tradicionale, dhe shpeshherë din që të bëjnë edhe befasi në kuptimin e fitimit të mbështetjes politike. Aktualisht, ju siç e dini, zhvillohet dy proceset e dy partitë më të mëdha shqiptare. Te koalicioni Vlen është procesi i ridefinimit të subjektivitetit të tyre, apo shkrirjes thënë në zhargonin ditor politik. Procesi cili kalon me vështirësi cilat janë të kuptueshme, sepse të harmonizosh kaq interesa, kaq përcaktime, shpeshherë edhe përcaktime ideologjike diametralisht të ndryshme për mos thënë të kundërta, është punë shumë sizifiane. Dhe ky proces kohët e fundit si duket ka marrë një ritëm më të shpejt, dhe gjitha parashikimet janë se ai do të përfundon në frymën e asaj që e kanë atë përcaktim. A është kjo politikisht më e dobishme për ata, është çështje tjetër, unë kam mendimet e mia për atë, por këte aktivitet që janë duke zhvillu, mendoj se do ta përfundojnë. Pse them se kam mendimet e mia për këtë, sepse do të jetë punë shumë e rëndë të harmonizohen interesat e 4-5 strukturave të ndryshme. Bashkimi apo unifikimi do të lënë shumë njerëz aktivist këtyre partive të pakënaqur, sepse nuk do të mund të përfshihen në strukturën e përbashkët, sepse ajo do të ishte një strukturë e stërmadhuar, struktura e stërmadhuar në politikë shpeshherë është jo efikase. Zaten një nga motivet sepse ata shkojnë drejt shkrirjes është pikërisht fakti që kanë problem në harmonizimin e qëndrimeve si 5 subjekteve në raport me qeverinë, respektivisht me partnerët e koalicionit. Po ajo është një problem tjetër me të cilin do të shohim si do të ballafaqohen, dhe është po ashtu një sui generis ideja e udhëheqjes partisë me bashkëkryetar. Nëse kjo më është si duket zgjidhja finale, sepse kishte rotacion, kishte me një, po nëse finalja e shkrirjes së këtyre subjekteve në një parti politike bëhet sipas atij modeli që publikojnë me 2 bashkëkryetar, po ashtu do të ketë problemet e veta. Sepse shpeshherë të zëmë partnerët e koalicionit, partitë politike, përfaqësitë diplomatike, politika ndërkombëtare të zëmë edhe fqinjësore, Shqipëri, Kosovë e tjerë, nuk e din kujt i drejtohen, kush është kryetari. Do të duhet paralel të komunikojnë me të dy. Çfarë përgjigje do të japin? Do të duhet të ulen, të harmonizojnë qëndrimin, po ta publikojnë. E tjerë, pra nuk është se është çështje e lehtë. Sa i përket kampit tjetër, opozitës. Po ju po ashtu keni informacion se atje u propagu në mënyrë kështu shumë të hapur se do të ketë ndryshime, dhe ato ndryshime ndodhen. U bë një rifreskim i udhëheqësisë Bashkimit Demokratik për Integrim dhe promovuan disa përcaktime politike, të cilat do të jenë platforme veprimit në mandatin e ardhshëm. Informacionet e mia flasin se edhe atje nuk ka kalu ky proces lehtë, ka pas pakënaqësi, ka pas bryla, të cilët nuk publikohen dhe nuk janë transparent, por që aktivistët e tyre i kanë të qartë, dhe BDI-ja ka 2 probleme tjera. Kur është pyetje BDI-ja, unë tash nuk po merrem edhe me subjektin e zotit Taravari,
sepse kur flasim për opozitën këtu, flasim kryesisht për BDI-n, po kuptohet ajo. Po si partia më e fuqishme, më e strukturuar, më e organizuar, që paraqet subjekt serioz politik, po. Ka dy probleme tjera. Problemi i parë është i përfaqësimit saj politik në kuvend. Ju tani keni një strukturë që reprezentative e këtij subjekti që është e lidhur me të kaluarën, që shpeshherë nuk është edhe shumë e ndritshme e këtij subjekti. Dhe atje kuadrat të caktuar që për 20 vite, 30 vite janë në skenën politike dhe pas të cilve shpeshherë është ngrit, pluhur herë me drejt, herë pa drejt, po pa marrë parasysh kanë qenë tema diskutimi dhe problematike, i ke përfaqësuesit frontmenët kryesor në parlament. Dhe tash, përpjekja për të ndrru, do të thotë, kursin politik BDI-ja, për të bërë një platformë të re, me një strukturë të re, kreta do të implementohet përmes përfaqësuesve të vjetër politik që i ka në parlament. Dhe këto dy situata janë problematike, nuk janë kompatibile, përkundrazi, inkompatibile. Ne kemi pas situatë tash se hymë në detale kur koordinatorja e grupit parlamentar demantohet nga deputeti në preskonferencë. Këto janë situata për një parti politike serioze si që është BDI-ja janë të palejueshme. Dhe handicapin e dytë e ka kapacitetin koalicionues. BDI-ja që në fakt është vërtet se i ka kontribuar edhe vetë. Kapaciteti i saj koalicionues është deficitar. Partneri i saj me të cilin ka qeveris vitet e fundit është në situatë çfarë është? LSDM-ja. Ndërsa partia më e madhe maqedonase që me gjas edhe një periudhë të gjatë do të dominoj skenën politike dhe sidomos atë maqedonase, ka qëndrim çfarë ka ndaj BDI-s respektivisht. Ata nuk janë të bindur se ndryshimet që janë bërë janë ajo që pritej si reformë që do të ndodhje në BDI. Kuptohet që edhe BDI-n e pret një detyrë e rënd për të dëshmuar se vërtet ka dalë nga ajo aureole cila ja dëmtonte imazhin, për të dëshmuar se ato përcaktime që i definojnë në Kongres do t'ju qëndrojnë mbas, sepse shpeshherë partitë politike bëjnë platforma shumë të mira që shpeshherë janë ideale, por në implementimin e tyre dështojnë tërësisht, respektivisht ju shmangan aty në përcaktimeve. Pra do të gjendet para kësaj dileme që këto dy koncepte ti përmirësoj. S'pari imazhin e saj dhe të krijoj kapacitet koalicionues dhe dyta të mbetet besnike në përcaktimet e veta kongresiane dhe platformën politike. Ndërsa vleni është para po ashtu dy sfidave shumë serioze, sfidës së rrumbullaksimit të krijimit të identitetit të ri dhe harmonizimit të gjithë këtyre problemeve që i ka brenda, dhe dyta ballafaqimi me partnerin e koalicionit, VMRO-DPMN, e cila është gjithfuqishme, e plot fuqishme, dominuese dhe i ka kap të gjitha levat e sistemit politik në vend, dhe e cila për hir të vërtetës nuk është se tregon kujdes të domosdoshëm, nuk po them të mirë, po të domosdoshëm ndaj partnerit të vetë të koalicionit. Unë kisha edhe një pyetje për në fund sa për ta përmbyll. Është krijuar një bindje se këto dy koalicione sot që janë vleni edhe BDI apo Fronti Evropian, të dyja janë të ndikuara nga politikat e jashtme. Mendohet se vleni është drejt për drejt indikuar nga vetëvendosja dhe Albin Kurti, ndërsa te BDI-ja duket se ka ndikim Shqipëria, më saktësisht Edi Rama,
protagonistë Partisë Socialiste shpesh vinë këtu në Maqedoni për të bërë favore për BDI-n, edhe e kundërta, edhe nga Kosova vinë këtu për të bërë favoret e tyre për Vlenin. A mendoni ju se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut duhet të ndërtojnë politikat e tyre autentike, mos jenë të ndikuar nga ndërhyrje nga jashtë, dhe sa ne si shqiptarë e Maqedonisë së Veriut kemi kapacitete për të ndërtuar politikat tona autentike, të quaj? Është problematike që të ndërtohet politika autentike, sepse ne jemi pjesë e kombit, nuk jemi tërësia. Dhe ne detyrimisht jemi të nënshtruar ndikimit politik, qoftë nga Tirana, qoftë nga Prishtina. Dhe shpesher veprimet tona determinohen, ndikohen nga këto dy kryeqytete. Dhe kjo parimisht nuk është keq, të merremi vesh. Ne jemi, siç thash, pjesë e kombit shqiptar. Dhe e dim që Tirana dhe Prishtina janë qendrat e gravitetit kombëtar shqiptar. Por përvoja e ka dëshmu që nga viti 1991-2-3 ashtu, deri tash, se shpesher ato ndikime ose kanë qenë të pamatura, ose kanë qenë pa njohuri elementare për problemet e shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe e treta, mbajtja e një subjekti nga Tirana, tash flas zyrtare, dhe Prishtina zyrtare, detyrimisht është e dëmshme. Tirana zyrtare, Prishtina zyrtare, duhet të kenë qëndrim asnjënës në kuptim të reprezentëve politik shqiptar në Maqedoni. Dhe duhet japin mendimet e veta për çështjet madhore, për çështjet ekzistenciale, por duke ndëgju mendimin ton këtu atë fijen që ti the autentike. Sepse shpesher janë marrë vendimet e gabueshme që në Tiranë, që në Prishtinë, pa i ditë realitetet tona këtu. Realitetet këtu shpesher për ata janë të panjoftuna. Dhe objektivisht, sepse ata shumë pak informacione thithin nga situata këtu. Që është e kundërta, ne shumë më tepër e ndjekim skenën politike në Shqipëri ose në Kosovë, kemi shumë më tepër informacione, jemi shumë më të interesuar se sa e kundërta. Dhe kjo mund të jetë edhe e natyrshme, sepse jemi një pjesë shumë më e vogël e kombit, por duke pas këtë realitet parasysh, politikanët në Prishtinë dhe në Tiranë, detyrimisht duhet të jenë të kujdesshëm kur ndajnë receta për sjelljen tonë këtu. Detyrimisht duhet konsultohen paraprakisht dhe në konsultim me subjektet këtu të dilet me qëndrime apo propozime. Fatkeqësisht në të kaluarën kjo nuk ka ndodhur. Shpeshherë, mos them 90% të rasteve, qoftë sidomos Tirana, ka dhënë sinjale, udhëzime, madje edhe direktiva që kanë qenë shumë dëmshme për shqiptarët e Maqedonisë. Të shpresojmë se këto apelet tona do të bëjnë veshët e atyre që duhet t'i ndëgjojnë, dhe vërtet Prishtina dhe Tirana duhet të jenë shumë të kujdesshme. Duhet parimisht të jenë mbështetës të fortë të shqiptarëve të Maqedonisë, pa marrë parasysh në momentin e caktuar se kush është pushtet e kush është opozit, dhe pasi të shndrohen pra në bedem të mbështetjes së pozitës tonë, pastaj të ulen të diskutojnë me subjekte se ku është problemi, si mund të zgjidhet, cili mund të jetë kontributi më i mirë i Tiranës, cili mund të jetë kontributi më i mirë i Prishtinës, përmes cilave kanale, në arenën ndërkombëtare, në arenën e brendshme e kështu me radhë. Vetëm këtë mënyrë nëse veprohet, ndikimi i tyre, detyrimisht po e përsëris edhe një herë, është i nevojshëm për ne, por duhet të jetë konstruktiv dhe jo i dëmshëm.
Zotëri Ziberi, unë ju falenderoj për këtë bashkëbisedim kaq të hapur dhe besoj edhe të fritshëm për shikuesit dhe ju falenderoj për kohën që ndatë të jeni pjesë e misionit tonë. Faleminderit për mundësinë.